Së pari, do ta nisim nga sinqeriteti. Nuk e kisha menduar dhe nuk e kisha llogaritur se do të kishte një diferencë të tillë. Për arsye sepse tashmë shumica janë interpretuar nga komentojnësit e shumë të ndjekjes së këtij procesi dhe nga interpretë të tjerë qofshin edhe politik. Por ajo që ka ndodhur tashmë, mendoj që ngre dy dilema të fuqishme për jetën e mëtejshme politike të vendit. E para, cilat do të jetë sjellja e opozitës për pranimin e rezultatit në momentin që ai certifikohet zyrtarisht dhe cilat do të jenë qëndrimet politike. E dyta, që për mendimin tim është së pari edhe kryesore, është çfarë do të ndryshojë shumica që ka qeverisur 12 vjet Shqipërinë në mandatin e 4 të saj. A do të ketë një refleksion nga kjo shumicë për disa prej kritikave substanciale që janë bërë jo vetëm nga zërat e opozitarizmit politik në vend, por më së shumti nga zërat e lirë të shoqërisë, nga përfaqësues të cilët nuk kanë një konflikt interesi me kritikën ndaj qeverisë. Mund ta pengojë ky rezultat për t'i bërë këto pyetje zoti Çipa? Për t'i bërë vetë mazhoranca këto pyetje? Jo, nuk mendoj se pengon rezultatin. Por rezultati në disa qarqe ka ngritur dyshime. Sepse pyetja e drejt për drejt është cilat janë meritat që meriton që në, le të themi, në fier të kemi 12 mandate. Të përmbyset një strukturë e cila ka krijuar tradicionalitetin e vet 34 vjeçar. Çfarë ka ndodhur? Është mosvallë në pikpamjen e investimeve publike është favorizuar ky qark. Mosvallë në pikpamjen e ndryshimeve demografike është shtuar numerikisht ky qark.